individ të ndryshëm më pyesin shpesh, si ta bëjmë me mungesën e vetbesimit, si ta bëjmë me dyshimet që kemi brenda vetes, si ta bëjmë me pasfigurit, me frikën e të folurit në publik. Gjitha këto duket sikur janë një paket që të shoqëron edhe 100 vjeç. Dhe unë e them shpesh, çdo njeri që ka dyshime është një njeri i mirë. Çdo njeri i cili ka pasiguri dhe frikë është një njeri i madh. Çdo njeri që ndjen dy zëra brenda vetes, njëri që i flet e tjetri që nuk merr vendim menjëherë, është siguri, jo pasiguri. Ne vuajmë nga delirantët. Ne vuajmë nga njerëzit që nuk i kanë këto pasiguri dhe janë imponuar në shoqëri, në mendësi, në kulturë, me idenë e qartë që e tyrja vlen. Njerëz të parritur. Njerëz jo njerëz. Sepse ashtu siç thonë mendimtarët, ka një diferencë të madhe midis unë dhe mua.